projekti këtu në Bashkinë e Shkodrës dhe më llogaritëse dhe gjithashtu edhe se gjithë komponentët ju do ta vini re vetë, shpenzimeve, transparencës, me qëllim që ne të ndihmojmë bashkitë të internetit dhe aksesueshmërinë. Ajo që vjet re në ditën që ne kemi ardhur për verifikime, ne të vazhdojmë me cilat janë ato premtimet që do ndjekin. Bashkia e Shkodrës ka një nga faqet në web, publikimi i personit si koordinator në njoftimin e konsultimit publik, konsultimin në seancat për konsultim publik, e njoftimeve për organizimin e koordinatorit të drejtë të informimit, indikatori 15, është një nga indikatorët në bazë në Shkodra është rregull si nga të personat të gjitha klasë, ku për shembull është premtuar pse është kategorizuar sërish këto janë të gjitha bashkitë sipas viteve të përfitimit. Bashkia e Shkodrës është në verifikuar të gjitha qendrimet e bashkisë, fondit shqiptar të zhvillimit, ne kemi të qartë që mund të ketë papritura sa duash për e. Kështu që ne kemi ardhur në shtator, një pasi kishte vlerësojmë shumë edhe faktoi i cili për disa vite rradhës ka në pjesë të kërkimit të saj dhe të analizës dhe Bashkinë Shkodër, ku dhe për këtë vit rradhësin e mbajmë atë traditën e mirë për sa i përket transparencës ndaj publikut, ndaj medias edhe ndaj investimeve dhe premtimeve mbajtura gjatë gjithë pjesë menaxhimit të Bashkinë Shkodër. Për të 600 vit me radhë, Bashkia e Shkodrës ka qenë pjesë e monitorimit ton dhe ajo që duhet tekstuar është që nga analiza 6 vjeçare, por edhe ajo e fundit, Bashkia ka konsoliduar vendin e parë si një nga bashkitë më transparente, duke i plotësuar gjithë indikatorët, të 16 indikatorët që ne masim, cilët janë rrjedhin si detyrim ligjor për nga programi i transparencës dhe ligji për llogaridhënie transparencë ndaj publikut. Po ashtu edhe sa i përket premtimeve, është një nga bashkitë që ka performancën më të mirë, duke llogaritur për shembull që ka bashkitë të cilat rezultojnë me të gjitha premtimet të papërmbushura dhe kjo vit pas viti dhe jo vetëm gjatë vitit të fundit. E di shumë mirë ai komunal i fondit social se cili është si të pashuar, por në një bashki ku ka më shumë konferenca finale që kemi në datën 26 shkurt, në ditën ato për premtime do t'i ndihmojnë bashkitë. Vazhdojmë monitorimin me historinë e mirë që ka Bashkia e Shkodrës, disa në proces sepse janë pjesë e projektit akoma. Dalin të mirë strukturë për sa përrimuar informacion në krahasim bashkë. Shpeshherë edhe stafi më konsideron edhe qytetare për kuptimin e pranimit të diskutimit. Ti përgjigjen. Tha që